Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi drejt për drejt sot me ju në kanalin Monitor TV për të startuar me lajmin e parë. Sot kemi përzgjedhur në fakt të bëjmë një përmbledhje të disa ngjarjeve të cilat kanë ndodhur ditën e djeshme rreth artistëve shqiptar, por lajmi që në fakt më së shumti ka ngritur pikpyetje është koncerti i organizuar nga një produksion goxha i fuqishëm Bala Events që ndodhi në Bruksel. Do të flas pikërisht për Egli Takon, do të flas për Brunon, do të flas për Klajdi Harunin. Ju e dini shumë bukur që Egli Tako ditë të tëra dhe javë të tëra ka nxjerr video interesante në Instagramin e saj. Ka nxjerr video që ka thënë se me datën 11 tetor është koncerti i saj, një koncert i cili do të mblidhte të gjithë shqiptarët e Brukselit, do të argëtoheshin, do të kënaqeshin dhe Egli bënte reklam të madhe që të gjithë të ishin pranë saj dhe të gjithë të ishin në momentet kur duheshte të jenë në fakt në koncert. Por siç u pa, do me thënë unë postova një video, dua pak ta sqaroj këtë punën e videos ditën e djeshme, postimi ishte i menjëhershëm, por pati reagime dhe unë pata menjëherë reagim, sepse e pash që diçka nuk kishte ndodhur siç duhet. Do të thënë koncerti është realizuar, mbrëmja është realizuar, DJ-et kanë qenë në klubin në të cilin është, do të thënë, ka qenë të bëhet koncerti, por Bruno, Klajdi dhe Egli nuk kanë qenë pjesëmarrës në skenë. Kjo është pak e çuditshme. Do të thënë Klajdi Haruni, do të kthehemi pak tani në ditën e djeshme, ditën e pardjeshme. Klajdi Haruni postoi një fotografi në Instagramin e tij duke udhëtuar drejt Brukselit me avion me Egli Takon. Bruno nuk ishte në fotografi. Do të thënë Bruno nuk ishte asnjë lloj postimi. Tani këtu mund të ketë ndodhur gjithë situata. Në anën tjetër, Egli Tako postoi një video që ftonte të gjithë shqiptarët kudo që janë, që të shkojnë në këtë klubin dhe ta ndjekin koncertin ku Egli Tako do të performonte. Dhe nëse ne do të kyçemi në Instagramin e Bala Events, organizatorit të jo vetëm kësaj mbrëmje, por të shumë mbrëmjeve, organizatori më gjigant që i organizon mbrëmjet më të fuqishme nëpër Europë, do me thënë nuk ka video që Egli Tako ka kënduar, Klajdi ka kënduar dhe Bruno ka kënduar. Tani, nëse do të ishte vetëm problemi me Eglin, do të ngjiteshte në skenë Klajdi edhe Brunoja. Nuk kuptojnë që ka qenë një problem grupacion i cili nuk ka asnjë shpjegim, do me thënë nuk kemi patur reagim as nga Egli, as nga Klajdi, as nga organizatorët e Bala Events, por as edhe nga Bruno. Tani, Egli Tako ditën e djeshme, ditën e diel, postoi 2 fotografi që në backstage apo në prapavit fotografisë dukej që ishte një tualet restoranti apo lokali, do me thënë klubi, nuk ishte një ambient shtëpie. Egli dukej shumë e lumtur, dukej shumë e qeshur, tani që ka bërë udhëtimin, me patjetër që e ka bërë udhëtimin sepse Egli ishte brenda në avion së bashku me Klajdi Harunin, por as Klajdi nuk ka bërë reagim, por nuk do të thotë që Bala Events, siç e thash, nuk ka hedhur video. Ka hedhur video që DJ të cilët kanë qenë në poster kanë performuar dhe janë kënaqur shqiptarët që kanë qenë prezent. Tani kemi amendsime që Egli Tako nuk është ngjitur në skenë shkaku i ambientit që ka patur pak njerëz, do me thënë këtë nuk mund ta marrim si të mirëqen, sepse mendoj që artistët kur marrin përsipër që të udhtojnë drejt një koncerti që bëhet në Europë, ngjiten në skenë edhe me pak njerëz të cilët janë në ambient, edhe pse të flas atë të drejtën, nuk është që nuk kishte mysafir, nuk është që nuk kishte njerëz, do me thënë klubi ishte i stërmbushur, jo shumë, po ishte i mbushur, do me thënë për ambientin, për të performuar, për të kënduar ishte ideal, kati i parë dhe kati i dytë, do me thënë siç ishte i ndarë klubi në 2 kate, ishte ideal dhe ma merr mendja që nuk ishte ky problemi, por unë jam munduar me aq informacione sa unë kam arritur të marr, sepse thash, burime zyrtare nuk kemi, po me aq informacione sa kam arritur unë të marr nga njerëz të cilët kanë qenë pjesë e eventit, kam arritur të bëj një analizë të detajuar dhe pikërisht përzgjodha që të shkoj drejt për drejt me ju, që ta ndaj me ju këtë analizë, por njëkohësisht
edhe ju në këtë live të jepni mendimet tuaja. Tani unë para se të filloj me analizën, dua pak të kyqem në live nga celularim për të lexuar më pas edhe komentet e juaja që ju shkruani. Tani analiza thot kështu. Çfarë ndodhi në Bruksel? Misteri mungesës së Egli Takos, Brunos dhe Klajt Harunit në koncertin e shumë përfolur. Ditët e fundit rrjetet sociale janë mbushur me pyetje, hamendësime dhe komente lidhur me një ngjarje që pritej të ishte ndër të mëdhat për komunitetin shqiptar në Belgjik. Koncerti paralajmëruar në Bruksel, ku sipas posterit zyrtar do të performonin Egli Tako, Bruno dhe Klajdi Haruni. Organizator i mbrëmjes ishte Bala Event, një emër i njohur, siç e thash që parë, për organizimin e eventeve shqiptare në për diasporë. Koncerti ishte parashikuar të mbahej më datën në 11 tetor dhe pritshmëritë ishin tepër të larta. Mijëra shqiptar në Bruksel dhe rrethin kishin planifikuar që të merrnin pjesë për të shijuar një mbrëmje me plot muzikë, energji dhe shumë emocion. Por, ndryshe nga çfarë ishte premtuar, diçka duket se nuk shkoi siç duhet. Në faqen zyrtare të Bala Events në Instagram, u postuan disa video nga nata e koncertit. Por, menjëherë pas publikimit të tyre, fansat vunë re diçka të çuditshme. Në asnjë prej pamjeve nuk shfaqeshin Egli Tako, Bruno apo Klajdi Haruni, ndonse të tre ishin pjesë e posterit promovues. Tani kjo ngriti menjëherë dyshime dhe kureshtje. A janë anuluar performancat e tyre? A kishte ndodhur ndonjë keqkuptim mes organizatorëve dhe artistëve? Apo ndoshta diçka e papritur kishte ndodhur në minutat e fundit? Në fakt janë pikpyetjet e mëdha që unë më pas do t'i sqaroj. Ndërkohë, në Instagramin e tij personal, Klajdi Haruni publikoi një foto së bashku me Egli Takon, këtë që e thash që parë, në avion, vetëm disa orë përpara eventit, duke treguar se ata realisht kishin udhëtuar më drejt Brukselit. Fansat u ngazëllyen duke menduar se koncerti do t'ishte spektakolar. Por, pas ngjarjes, reagimet morën tjetër drejtim. Shumë prej ndjekësve u shprehën të zhgënjyer e të shqetësuar pse këngëtarët nuk u ngjitën fare në skenë, ndërsa vetë artistët kanë zgjedhur të qëndrojnë në heshtjen e madhe. Tani, pyetja është kjo, adresuar edhe nga ana juaj. Çfarë thon burimet? Burime jo zyrtare pranë organizatorëve pohojnë se mund të ketë pasur mosmarrëveshje të brendshme. Ndoshta për kushte teknike, që këtë në fakt nuk e besoj, sepse unë e di kush është Bala Events dhe e di se çfarë organizimi mund të bëjë, sidomos te pjesa teknike, domethënë janë të profesionalizuar. Nëse flasin për organizimin, që flasin shumica, shikojnë nëpër komente që ka të bëjë me organizimin, është një organizim i dështuar, kjo është një gënjeshtër. Bala Events bën organizime të çmendura sepse nuk është sot në treg, por ka mbi 20 vite, apo marrëveshjen kontraktuale. Kjo e treta mund të qëndron sepse ndoshta në momentin që Egli ka arritur dhe Klajdi dhe Bruno, që mos ja vëm Eglit këtë pjesën, mund të kenë patur problem me pajisjen e dokumentacionit. Në anën tjetër, qarkulluan edhe thashe theme se shkak mund të ketë qenë mungesa e publikut, por videot e publikuara nga Bala Events tregojnë të kundërtën. Lokali ku zhvillua mbrëmja dukej plot me njerëz me atmosferë të madhe, të ndezur edhe me pjesëmarrje të madhe. Por, Egli Tako në një postim ngjalli reagime. Një ditë pas ngjarjes, Egli Tako postoi në rrjetet e saj sociale një fotografi ku shihej tepër e qeshur dhe e lumtur pa bërë asnjë koment për situatën. Kjo vetëm sa shtoi edhe më shumë misterin për fansat që pyesnin. Nëse gjithçka është në rregull, pse munguan në koncert? Në fakt është kjo pyetja më e madhe që bëhej. A është kjo një mënyrë për të shmangur zhurmën e mediave, apo ndoshta një mënyrë për të treguar se nuk ka asnjë gjë në këtë mes për ta sqaruar? Por as Egli Tako,
as Bruno dhe as Klajdi Haruni nuk kanë reaguar publikisht deri më tani. Edhe Bala Events nuk ka dhënë ndonjë deklaratë zyrtare për të sqaruar pse artistët nuk performuan, duke e lënë publikun në pritje dhe me shumë pikpyetje. Në rrjetet sociale komentet janë të shumta, disa fansa shprehen të zhgënjyer, të tjerët mbrojnë artistët duke thënë se ndoshta kanë pasur arsye të forta për mungesën e tyre, por një gjë është e sigurt. Misteri i natës së 11 tetorit në Bruksel ka ndezur diskutime të gjëra në mbar rrjetin. Në fund, pyetja mbetet e hapur. Çfarë ndodhi realisht në Bruksel? A ishte një keqkuptim organizativ, një vendim i minutës së fundit apo diçka më e thellë që ende nuk është bërë publike? Fansat presin me padurim që njëri prej artistëve të flasë dhe të zbarë të vërtetën e kësaj nate, që në fakt është në vend të spektaklit të madh. U kthye në një mister muzikor që u bë buje në rrjetet sociale. Unë mendoj që këtu ka një pikpyetje shumë të madhe, mendoj që ka pasur të bëhet me pjesën e dokumentacionit, sepse po të ishte problemi kryesor, për shembull Egli, nuk do të ishte, domethënë, qasja do dilte në sken Bruno, do dilte në sken Klajdi, por domethënë ka patur një problem në pjesën e dokumentacionit në këtë mes. Tani unë do lexoj dhe një koment që ka ardhur për shembull nga Xhere Gashi, e cila thotë Tiron nuk ka pasur fansa, kujna mi kënduar, o kote kanë se si koncertet e Gjestit, okay. Nuk është puna e fansave, sepse njerëz kishte, por domethënë kjo është ajo e gjitha që këtu mbetet më pikpyetje për të kuptuar se çfarë ka ndodhur. Ne do takohemi sërish së bashku, vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.